Izraeli nuk u mjaftua vetëm me gjakun e palestinezëve. Shkatroi edhe gjithçka tjetër. Spitalet, shkollat, xhamitë e tyre. Hayya 'ala s-salah. 94% e spitaleve në Gaza janë të dëmtuara ose të shkatërruara. Më shumë se 2 milion njerëz nuk mund të merrnin kujdesin e duhur mjekësor. 50.000 gra shtatzëna, 12.000 pacient me kancer u lanë të braktisur, pa ndihmë. Sikur të mos mjaftonte kjo, palestinezët u lanë edhe pa rrymë. 2 milion njerëz në errësirë të plotë. Mungesa e energjisë i la ata pa ujë të pastër dhe i detyroi të përdorin plastik dhe mbeturina për të gatuar. As xhamit nuk u kursyen. 83% e tyre u dëmtuan. Më shumë se 835 xhami u shkatruan plotësisht në Gaza. Izraeli hodhi mbi 200.000 ton eksploziv në zonë. Prishi 62% të rrugëve, humbjet e i kalojnë $70 miliard. Kjo është Gaza, një vend që është bërë grumbull rënojash e pajetueshme. Situata e tillë e shkaktuar nga Izraeli gjenocidal nuk do të harrohet kurrë. Kurrën e kurrës. Shënjestër.net